Atëherë vetëm Mirëmbrama kështu në zjerma? Vetëm Mirëmbrama zjerma. Vetëm zjermave. Vetëm zjermave. Edhe pak po numëron countdownet, edhe pak vjen Eurosong. Shkodra elektronike zjerm. Hajde. Joni, sondazh funet pa kanë. A shef si finalisht Shkodrën elektronike, më lëre, alatja e të marr. Pa tjetër që është në finale Shkodra elektronike edhe ka me dalë mirë si mjetë Shqipnia në Eurosong, e ka shdi. Ti ekspert për këtë punë, domethënë jena sigurt finale. Unë di me thani kaq, ti më dhej banë si të keshje vetë, më dhej... Besoj se ti ekspert për atë punë. Shprejna pa humur kohë në këtë karrocën tonë të Big Brotherit. Sondazhi lajërti S, thuja të emrin Esti? Egli. Bravo, për finalistë të dytë. Në Prime 31. Prime 31. Për finalistin e dytë. Ha, mërmar. Sondazhin, kush zgjidhet finalisti i dytë në këtë pyetje, domethënë. Dhe Eja. Egli. Është votu 50%. Po na thuj sa votuesa kena pas, a bëjmë çek. Eja është votu gjithashtu 50%. Dhe votues pjesëmarrës janë 1300 votues. Çfarë gore. Kjo ka qenë gora më fort në kanalin ton të YouTube-it tek sondazhet. Edhe ma surpriza besoj. Është ta shohim, e kena lënë dorë të ujkut këtë muhabet. Ti unë analizoj kështu. Nëse është 50-50, dhe unë i besoj shumë ti publikut zjermi që votojnë 50% Eglin, sepse është një grup, por është kamera tonë kohën aty, është protagonistja në muhabete, vërtet, mikrofonin e ka hap tonë kohën. Gjithmonë si me thanë ka kena në praj me më aktivja, që do të thotë, pra unë e parazoj si me thanë me një vzerlo, që me thanë, po të vazhdo të vzerlo e tonë kohën një ashtu të bëtë, do të ishte tonë kohën mikrofonit taj, kamera taj. Do të thotë që ka pas vëmendje kamera, pra sa po ja drejtu kamera aq shumë Eglit, do të thotë që me pas kanë votu publiku për i këtë. O që ka pas shembull të keq. Nërsa Laerti 50 e ka vetëm nga linja jetës. Vetëm nga 66 faqe që ka ba. Vetëm nga dridhe që ka ba për Shqipërinë etnike e pa etnike. Asnjë gjë nuk lojë. Pra kena dy standarde këtë kundër ta mendojnë, që njëri merr 50% vetëm se është Laerti është Laerti, po për lojë nuk ka pikën e lidhjes hiç, dhe një tjetër që shkarravitet në plak për me shku te 50%. Shtu pohet fytyrës, gjuhet në mollatarta, çdo gjë. Unë e shoh ishtu si ti pa edhe pak me do ndryshime. Ma thuj. Eja. Egli, ha? Ka marrë 50% të këtyne votuesve, për shkak se ka fanbase nga gjëja, gjesti shyre, që duhen edhe me i pa bashkë. Pra, është ajo ndarja e fanbase-it që janë gjysma, një pjesë që s'duhen me i pa bashkë, një pjesë që duhen me i pa bashkë, a kupton? Janë këta gjithmonë këta të ndarit mrena llojit. Ose anti-life? Prit. Dhe duke pas këtë, nuk e arrin 50% në kuptimin me Laertin, por Laerti ka shku drejt 50% të pra të këtij fanbase-it e gjë, sepse edhe Laerti vetë ka ba një gaf njësoj, dhe mund të kishte marrë më shumë mbështetje te ky sondazh, se sondazhi është për momentin e fundit, nuk është se nuk para votojnë njerëzit duke marrë me çka ka ndodhur në janar. Njerëzit votojnë aktualisht ç'a do ndodhi sonte. Për Prime-in, a kupton? Dhe duke pas një 2 ditë Laerti që ka bë po të njëjtin defekt si që korrigjum gjën. Që i kena radhe Jozit, por Jozi ka fluturuar për deret e jashtë pa paralajmërim, a kupton? Për pak a shumë të njëjtën gjë. Njëjtin. Pra, Laerti është marrë me një defekt të tillë, kam përshtypjen që ka të kurr pak votat e Laertit, edhe i ka bërë të barabarta me votat e fanbase-it plus të vetat, plus ato që i thu ti, që duhen shërë, duhen me pa budalli, që duhen me pa deri në çgrat, po shkon e tjera, që është 50% që tjetër. Kështu është balancu dhe me thënë, 50-50 e ndame mes këtyne dy. Okej, dhe si përfundim të shti, me që e kena të barabart votën e tana votimin, ti kush mendon se del? Unë mendoj që shkojnë Laerti në finale sonte.
Atëherë unë mendoj që shkon Laerti sonte, por përdesa 50-50 çan nuk mund të ndodhen. Kështu që e kalojmë dhe do ta shohim sot në 2:45 kush ka më dal. Në orë të re, në Në orë orën të e re. re, në orën e re. Mario, Joni, tjetër. çfarë na ke përgatitur sot tash për çfarë do ndodhin gjatë prime? A do na më thon me i bën njerëz se janë fund edhe përtojnë me i Do bota. mundona mi thonë si përfaqësore, mos me një thellit, si thot ai gjesti. Mos me një thellit shumë. Marrë temë shumë delikate ka kanë përsëri debat Laerti gjesti për punë fenash, jo po përdorje terrorist, pije terrorist, etj. A do me fol ti, a do me folun? Po ta shterrojmë këtë temë se e kam thënë një herë të njëjtin argument. I njëjti argument vlen përsëri. Po jo, ashtu kjo e Laerti që shkon i thot ti je terrorist etj. Për Laertin e për këto. Po. Nëse Laerti kapet në ato forma, domethënë siç ai tjetri ka për buzë dhe ka nënvlerësuar. Tash i Laerti nuk po nënvlerëson përkundrazi po e përdor, po kapet në atë pikë. Pra që don edhe ai me nxjerr në pah diçka të tillë, një defekt të kundërshtarit, po duke përdor mjetet besimit fetar, a kupton? Unë mendoj që këta janë të mirë pritur për mendimin tim. Të largohen nga shtëpia dhe madje janë të mirë pritur të ikin në vende të tjera, jo në Shqipëri, sepse ne kena vetëm dy gjëra që më duken pozitive në këtë shtet të jonë. E para është gjuha, është e vetmja gjë që na ka marrë gjallë si shtet ne, e vetmja gjë, për asnjë tjetër. Njerëzit nuk kanë luftuar siç duhet për këtë vend, nuk e kanë zhvilluar siç duhet, s'kena pas kulturë kurrë, gjithmonë e vetmja gjë që na ka shpëtuar është gjuha. Edhe e dyta gjë për të cilën neve dallohena globalisht është bashkëjetesa fetare. Domethënë, nëse neve nuk i shohim me absolute këto dy gjëra, por në rënd ndaj mendja me anashkalu këto dy gjëra për mendimin tim, edhe mu marr me tifozllekun në Big Brother apo jo Big Brother, jo lojtar Big Brother qofshin tamam, po edhe lojtarët kombëtarës të futbollit me kanë, thjesht këto nuk i honeps dot. Ky është mendimi im shterrus, kështu që përderisa për çështje kombëtare, me nën kuptim për çështje kombëtare, ka kanë sensibël populli për çështje kombëtare me nën kuptim, se është kënu një këngë nga Jozi. Dhe ai me shumë të drejtë ka fluturu për deret e jashtë, se kanë fluturu pa paralajmërim, e kanë përjashtu. Dhe mandej është punë tjetër që e kanë la, e kanë shpla në publik. Jashtë kur foli. Duke përfshi edhe ne dy sallon për veti, për shembull e kam la, e kam shpla. Jozin si individ që ka marrë një ata qendrime, ka thënë ata fjalë, ka bërë ato gjeste. Dhe ka dalë kanë thënë shumë mirë që doli, e meriton plotësisht, është rikthy, ka tregu që i ka ato defektet e veta të tilla pra. A kupton? Nuk e ka rregullu plotësisht impaktin me publik, por është si është. Ama ai ka hënë gjë, një shput maskrete dhe kanë nxjerr jashtë. E kanë fluturu. Pa tolerancë. Edhe këto të dy akoma më shumë duhet fluturoni. Okej. Po e them këtë se publiku joni dashur duhet jetë i vëmendshëm. Nuk duhet me kacavirret mu Marti Mario kur nol sepse nolin me gjën. Pra, të kenë sebeb kur e bani Laerti manej, të kenë sebeb me mu kundërvu mu. Duhet i kundërvehen lojtarëve, duhet kenë parimin e tyre, jo parimin e tyre kundra Marios me mbrojt gjën ose lën tashti. A kupton? Duhet kenë parimin e tyre të drejtë që ato duhet i kundërvehen fenomenit dhe jo Marios, sepse doli Mario edhe i vuni gishtin fenomenit. Unë prapë shoh këtë fenomen komplet ditos, komplet të ulët, që nuk duhet me toleru hiç, domethënë. Por e kanë toleru. Prajmin e fundit nuk fluturoi për deret e jashtë njësoj gjëja, dhe i ky prajm nuk ka për të fluturu për deret e jashtë edhe lëja tashti, me që dona me majt një jetë standard. A kupton? Edhe lëja se po përfundojmë të tonë, ty i thon vetëm me një shkronjë që me orientu publikun. Shumë e vërtet, Mario, ty në sash në i përmend asaj, shumë e vërtet është, e kanë çu nivelin deri aty ku nuk mohon më për mendimin tim. Edhe unë do më ra shumë shkurt. Si Jozi. Ka fluturu Jozi, Mario pa e kanë fut prapë mend. Ai ka bërë gabim që si rregullohet ai gabim. Atë gabim do t'i kërkojmë llogari, një prodhimi televiziv të cilin ne ose njekim ose se njekim tash. Po, skip. Nëse ka shqetësim gjatë, nëse me të vërtet ju them çështje kombëtare dhe batutat e asaj këngës që këndon Jozi, për mendimin tim, se unë nuk e kam krejt ashtu ndjesin, a kupton? Nëse unë do të isha i ndjeshëm ndaj asaj gjëje, unë thjesht e braktis programin, se nuk është program për të pa kur ekspozohen tilla gjëra. Kaq.
Mos ma majnë qëndrimin mua dhe ty. Po. Mos t'ja majnë qëndrimin dikuj që i flet. T'ja majnë qëndrimin ati që e ban. Atëherë, mund të them, Jozi i pari nuk ka dash me shumë mirë që doli dhe nuk ka dash me hima. Edhe hini edhe prep ka shoh me rrok familjen, ta tjetër me thënë familja e tur për familjen që ka bë aty, deri këtu mund pranohet, po me fillu me shoh me rrok manej degradon shumë situata dhe ai duhet dali. I pari ai jashtë, i dyti Gjesti për veprimin që ka bë, edhe Laerti që për fusin fen që e kanë aq që e tha edhe ti, është një në gjonat më me shembull më të mirë në botë që kena, mena i prish do palo njerëz aty mbrëm, dhe ton fajin e ka, produksioni nxjerrë jashtë valla, a di si në Formula 1 Mario që janë ato kryesor dhe në fund fiton ai 13. Ta fitojnë Loredana më, Danja, çfarë më bë? I ky Big Brother ka shku kështu. Që ta fitojnë më mirë Danja valla. Ti 3 për herë jashtë. 3. Sa çfarë më bë valla? Ju keni arrit deri një pikë kusman më. Ju s'pas keni limit. Dhe do ta fitojnë Danja. Do ta fitojnë Aldoja, të futet edhe Aldoja, do ta fusim edhe herë, do ta gjejmë mënyrën që ta fitojnë Aldoja morzoti. Ju nuk pas keni cip e asnjë gjë, dhe për mendimin tim pra, shkurt muhabeti, këto të tre duhet me fluturu jashtë tetre. Sepse nuk ka më debate këtu, apo s'ka çfarë më vëmë. Parimisht po. Kujt do të më vut drejt valla. Unë çam i dhon drejt kujt. Unë jam për të tonë me dal jashtë, po çfarë më i bëj ti Big Brother që nuk po don me njoft limite dhe do me i kalu precedentet tana xhanat, shiku përfundojnë të terrorizëm. Shkojmë xhana. Edhe një justifikim e kam. Po t'ishte të paktën sipas mendimit tim, po t'ishte për ne aksionin për me komentua edhe me bë batuta në këtë formë rrjete sociale, nuk do ta kishim bën nëse nuk ka një vëmendje, pra nuk ka kontribut nga publiku. Nga që ka kontribut nga publiku dhe ndiqet, dalim ne jemi hapi i dytë, dalim edhe ne, i japim herë opinione, herë bëjmë gallata ose Karagjozleqja ose thojeni si doni, si më thënë, tallen pak timi me ballë forma se nuk mund të rrim tonë kohë të fol seriozisht, sidomos për Big Brother, të flasësh seriozisht, sidomos për Big Brother. Shumë vërtet. Do ta mbyllim këtë çështje delikate, do ta shohim si do interpretojnë, është tamam me çështje si do interpretojnë ajo dihet, se s'kam marr masa, kur s'kam marr masa, kështu që kena më pas se si e kalojnë me lezet këtë gjë. Ajo gjana të shti ato grincat e vogla. Ka prap thënë që duhen të nuk to që po them. Gerta, Gjesti dhe Egli kanë filluar me u anku të shti këto. Sepse ja finalist Rozana, me dal Laerti të shti finalist, e mas me dal unë thot Gjesti, Gerta dhe Egli. Për mendimin tim të shpër analizoj shumë shpejt. E para dali lojtar dop, të tregon lojtar dop se herë kush ka thënë ty që s'ke me dal në finale. Ti kurse nuhat herë që je finalist, Gjesti sidomos, që ka bërë kërcënim më të fortë. Mendoj që ai ka më kthy, ka më thënë, po do me lut. Unë i vë flakën në shtëpis, do të shkoj në burg, s'e kam problem. Këtë ai mundet me kthy si fëmijë që është, mundet me thënë, ai pa mandesha me bash shaka se ai kështu i thënë. Por domethënë kërcënimet ndaj produksionit, ndaj vllajt mall, unë prap si kisha toleruar siç puna e këtyre gjanave. Ti kërcënon mua, më thuash të pa drejt se ajo s'ka basi gjë, ne meritojmë. Është shumë thjesht mos hajde me lut me rregullatim. Pikërisht pra, unë do të mbaj më hatër edhe një 3 litar, veç ty s'do të mbaj ti e ke pranuar valla, ti nuk e ke pranuar që mua do të më mbaj më hatër ose po jo. E din vet vllai mall, vetëm i tu ka drejt jap drejt vllait mall valla, që e ka lojën e vet dhe ti ke pranuar me hi aty mbrand me tana llojet e manipulimeve me mbështetjeve që mund t'i bajnë, duhet me i marr parasysh tana para se me hi. Se mund të jetë njerëz si mbështet, mund të jetë edhe kunati ose kushërini i krye redaktorit ose redaktorit ose asaj dhomë të filmit. Aq populli jena, i kaq gjatë. Si stojnë për shembull për Jozin që ka një net atje Markun atë kryeautorin, prandaj e kanë fut mbrëm, herë dalin që është me produksionin, mandej thonë se është me produksionin. Herë thonë për Eglin që është me produksionin, ndërkohë Egli ja fut produksionin e kërcën produksionin. Kështu që Mario, këto kërcënimet unë kam vërejt me vëmendje që ai që ka fut këtë frymën e revoltës, por revolt pa pas një kuptim të caktuar, se ka ndonjëherë revolta që edhe s'ke nevojë mu revoltu se revoltohet vetë situata. Pra revoltat e bërtituna janë përgjithësi revolta që nuk qëndrojnë. Dhe revoltat e bërtituna i ka me rikthimin e saj Eja. Janë, si ja thuanin. Me rikthimin e saj ka tregu pak herë mas herët këto sensi e revoltet. Dhe me po të më thojnë mu kujdes mikrofonin se ja tregoj unë. Po ma thanë mu kështu unë s'do ta bëj. Po më çun mu në studio me Laertin për shembull, apo thuti? Nuk do të kthej në shtëpi unë dal jashtë se unë si ultimatume. Pse jep ultimatume kur i vetmi i dëmtuar nga ultimatumet je prap ti? A e kupton? Se askush nuk dëmtohet nëse
ndiqen ato nëse i bën të vërteta ultimatumet. Po të më thot mu, kujdes mikrofonin si ja tregoj. Ç'a i tregon? Do thush diçka. Po thuj se të nxjerrin jashtë. Po pra. Kush deli humbur? Pra ultimatumet nuk vjen. Dhe ky frym e ka fut ajo. E tash ti. Gjëja është goxha i lodhur nga 2 sezone Big Brotherit, me thënë vërtetën. Po tjetër. Dhe ai edhe duke qenë edhe i ri, si më thon, bjen nga i herë edhe pre e këtyne mendësive. Nuk është se ja kanë bë me të futun, ja ka stis me të futun, po bjen ai. Fillon i duket arsyeshme, po me vërtet janë të bë me hile, janë të mbrën qafe ashtu. Ndërkohë nuk do ta qet që nga futja vet, që është fut në një formë spektakolare, ka pas 100.000 privilegje, domethënë është i përkthjelur në këtij Big Brother. Ai duhet me fol i fundit. Ai është potenciali me fitu. Ai është i përkthjelur i këtij Big Brother, domethënë. Nuk ka më përkthjelur kësaj. Pak nuhati do të Ndërsa Gerta e ka një çfrymje emocionale atë. Nuk e ka logjik të ftohtë. Se në logjikën e saj ftohtë ajo pikërisht këto gjëra nuk i bën. Domethënë ajo fiks kundërtën mendon kur e ka logjikën e ftohtë. Për momentin janë prish llogaritë se s'din si me interpretu punën e televotimit që nolli për finalistin e parë. Dhe për momentin ajo është pak kaos në llogaritë e veta dhe futet në këtë turmen e këtyne dyve i duket si e drejtë dhe duke qenë 3 veta i duket sikur zëri i tyre po merret konsiderat. Gjan mbështetje, po, gjan mbështetje dhe gjeti mbështetjet e Gjesti se Gjesti ishte. Por jam i sigurt që sonte në këtë prime ka për tu sqaru edhe opinioni i tyre, sidomos i Gertës. Gerta ka për tu ftillu. Këto dy tjerë jo të dy. Gjëja po, eja nuk ftillohet kurrë vëlla. Ajo ka dëshmi që nuk di mu ftillu, ajo nuk kupton gjë. Kështu. Po, kjo ka kanë si pjesë sigurisht vllai malli vend duke këto kur. Se çka ke dashur me kësaj, ma thuj për shemb ku është shefi për shemb, ku e din ti, o Gjesti po ti je një ndër figurë fillojnë i bajnë ato se kur acarohet tjetri ja gjajnë mënyrat me zbukur. Edhe vetë lojtari fillon edhe drall bishtin thotë jo s'thashun ashtu. Ja, nuk e ka për Po pikërisht Gjesti na kena thënë edhe ne kena thënë që e lajnë për punë votash, mos më nxjerr çysh vend se mandej s'ka vota, pra s'ka lek edhe e lajnë si për fund, si me ethet e me ta thu po del ky i fundit, mund ta nxjerrin me një ekli biles, kush e di si mund shkojnë puna. Gjithsesi, Mario mund të kena linjën e eglit, linjën e ec, e ka bën, e ka thënë, edhe e pret me thënë, e ka bën si kështu, e ka bën si kërkesë me mikrofon, që di si komunikohet Allah të penalizime mos, si komunikon ti me vllajën e madh mos zotin këtë mënyrë. Gjithsesi, kena tjetër. Mandej çfarë shërben kur e kërkon? Çfarë shërben ajo kur ti e kërkon? Kur nuk është vetë interesante për me kanë. Kena debatet shtirë prap tash më të njoftuna, që tash zvija kanë më kuptim Rozana Gerta, se unë e meritova se mund publiku më do të unë e pash aty po ty ta dhan, po çka ke bati ky shtëpi tuk e bë rezumen e çka keni bë të tonë 3 muajve gjys, debat shtep që vetëm fakti që Rozana i ec debatit me Gertën, më kupton për mendimin tim që ajo don që Gerta shkojnë në finale. Se mundet edhe mi thonë okay, fol ti. Ashtë mundu me ja thonë një ashtu, okej, si dushti, po mirë s'ka gjo me dopja, s'ka problem, a mundu me ja lanë kështu, po kur vjen i moment, se s'ke nga e mon shki, ma ne kur rejnë të tjeti, qifet Gerta, ma ne fillën e hinë debat. Edhe pse aja arron që i ka thonë, nuk s'du me thonë mua be as të vlogari, s'du me të fol, po dash aty s'ke nga e mon, ma ne pa i këty përgjigje, edhe linë ma ne debati. Po debate që janë stër thonë, Mario. Dhe fundit, dhe para se me shku të fundit këtë, po e fundit nga gosipi, kena forcohet pra e kundër, forcohet ndarja mes Jozit, jo forcohet lidhja, po forcohet ndarja, zmallohet çarja mes çift. Zmallohet çarja e Jozit me Loredanën, sepse Loredana i thot ti mbron më shumë Rozanën se mu, pra ti respekton më shumë Rozanën dhe më më poshtë, dhe Jozi po të njëjtën gjë kthen, ti ke më shumë shoqë Gert, dhe më ditën zot Gertës, es del mua i thot. Pra janë me to. Mane ka dyshime që Jozi është jashtë, Jozi s'më respekton, nejna të martum kë nuk më puthi herë, nuk më ledha të një herë, shkuptim ka kështu, dhe ka dyshime për loj. Dhe një nga këto qifte që rrallohet, afrohet shumë ndarja, kundërta, Gjesti i Egli prap po fillon me na e të bashkë, dhe unë a di që kam një përshtypje marë.
ma shumë e dën gjesti Eglin, po do me bën si interesant pra, nëse ka pak mjenja, gjesti mund ta dojnë ma shumë Eglin, por ban atë interesantin që dën që me afru, se sa Egli që ban si hollin, sikur është dashur me ashevut, pa ja ka vetëm për pllaka, poshtë pllakave për me dal, për me kanë in. Pra kaq shumë e kam thelluar këtë sa them ma shumë gjesti dën Eglin. Por ban atë që s'du me u tregu sikur bin dashuri kështu, po e kam i farë njësit, nëse Egli zero. Egli është vetëm shtup Instagramit. Të thanë shtup dhe kuptimin e mirë, shtup, që të thanë... Që për shtatë, me çdo të zëtë. Dhe në fund, Mario, do të kena besoj, dalje jashtë, noshta 2-1, si me nën ti. Dalje jashtë në grup. Në grup, do të dalë grup ose një prap mes... Mundën janë se ajo edhe 3 prime kanë me bashkë me këtë sotmin, si bjen? Po, me kryll e ky, mesin edhe 2. Mesin edhe 2. Mundet që të mos largojnë kërkën deri në prime-in e para fundit, pra, të atë të shtunës. Okej. Që të ketë aktivitet shtëpise, edhe me hek 1, 2, 3 tesh, edhe më me lan 6 veta. Deri shtunën nuk shifet ish, ato s'po shifen tash i muj. Shifen tash i muj me 7 veta, e vërtet. Me pak veta, shtëpia shumë e madhe, mundën me ndaj gjithë secili me i distanci 20 metra për një tjetër dhe s'noll kur gjë mama. Kurse duke kanë la një grup, mundën mu bë 2-3 me shkaktu ngjarje. Dakor. Besoj unë. Ato nuk kanë tregu që Big Brother i tiket, këto kanë një gjatë keqe këtë sezon, që nuk kanë tregu që në fund Big Brother i ka kriju një kolektiv, një shoqëni aty. Pra, jena gri, gjithsesi fundet e Big Brother e tjerë kanë tregu që ajo 6, ajo 8, ajo 10 që ka me 2 javë të fundit, kanë pas generaret përbashkëta me ul me hangër, mandej me bë bisedën kur ulen e han. Me ul të divanat me bë lojën tonë bashkë, edhe në darkë, me ul të kultuqet, me ndaj tonë bashkë, me ndoj muhabet ose me bë një lojë kështu, tavolinës. Eksakt. Kurse këto nuk kanë shoqëni me njëri tjetrin. Fare, nuk e duan njëri tjetrin as për shok, kur dalin prej aty, rrezik s'kan më mbledh mu taku në herë më, domethënë. Shumë e vërtetë. Vetëm ndoshta Rozana me Lertin për shkak të punës si mund të jenë dikun. Kur ti hasin puna se bepi, si më thënë, po jo me lën për kafe. Jo, edhe se janë kojshi, si më thënë, mund të rastisin, po jo se mund të ketë në takim. Po, ishtosh, nuk kanë kriju i lidhje ta më të fortë. Edhe daljet mundën mos me u apliku sonte deri të shtunën, jo, si më thënë, daljet e shtunës kanë grup. Po nëse ka kena unë në zinxhir ose televotimi hapën, dihet se për me zjarr vetë ke don pra iku votat e politikut. Ose sonte, mas televotimit të finalistit dytë, që mbyllet edhe tregohet, mundet me pas në një skem ku ndan pjesën tjetër të banorëve kush janë finalist edhe kush jo. Kaq. Okej, e vërtet. 2 shpallë, ngelen për shembull 3 vende vakante. I nxjerrin të tonë televotim, 3 vendet e para shkojnë finale, edhe të tjerë dalin nga shtëpia. Metet për të parë pra Prime 31 sot, në çdo ndërprerje jemi aty me diskutu, shpresoj të kemi nota humori dhe ta kalojmë bukur se pafshim zjerma, subscribe. Zjerm, shif në ndërprerje publicitare. Pafshim.